Moderatorja e njohur Kiara Tito dhe prezantuesja Dojna Mema janë përfshirë në një debat që ka marrë për masa të mëdha në rrjetet sociale, pas një deklarate që u bë virale dhe ndezi reagime nga të dyja palët. Gjithçka nisi disa ditë më parë, kur gjatë një interviste për emisionin Mirëmbrëma Yje, Dojna Mema tha se Kiara Tito e kishte hequr nga followers në Instagram pa asnjë arsye. Kiara më ka hequr nga Instagrami, nuk e di pse. Pa ndonjë arsye të qartë, u shpreh ajo, duke shtuar se mes tyre nuk kishte pasur asnjë keqkuptim apo konflikt të njohur. Kjo deklarat u përhap me shpejtësi, duke krijuar aludime për një ftoje mes dy moderatoreve të njohura. Pas kësaj, Kiara Tito vendosi të sqarojë publikisht situatën mbrëmjen e dieshme në emisionin Goca dhe Gra. Ajo foli me qetësi, por me vendosmëri, duke hedhur poshtë pretendimet e Dojnës. Nuk e kam hequr unë, më ka hequr Dojna vetë. Të diskutosh këtë temë është si të flasësh për gjëra adoleshentesh. Kemi qenë kolege, kemi pirë kafe, kemi ngrënë bukë në një shtëpi. Nëse kjo ishte një merak i madh, mund të flisnim privatisht, pa kamera. Moderatorja shtoi se kjo nuk është hera e parë që emri i saj përdoret për vëmendje apo klikime. Hajde të themi emrin e Kiarës dhe hajde të klikohemi. Unë nuk bëj karrierë duke përdorur emrin e të tjerëve. Shumë herë jam sulmuar pa të drejtë, por nuk jam viktimizuar kurrë. Reagimi i Kiarës bëri menjëherë xhiron e rrjeteve sociale dhe pak orë më pas, Dojna Mema reagoi në mënyrë indirekte përmes një postimi në Instagram. Ajo publikoi një bisedë private në WhatsApp, ku motra e saj i shkruante: "Hiqe Kiara Titon", ndërsa Dojna i përgjigjej me të qeshura: "Të ka heq nga Insta? Çfarë thua mi?" Duke lënë të kuptohet se nuk kishte asgjë personale në këtë situatë. Në vijim, Dojna shtoi një mesazh të gjatë, duke theksuar se ajo gjithmonë është e sinqertë dhe nuk i shmanget pyetjeve të drejtpërdrejta. Mua kur më bëjnë një pyetje direkte, kam mjaftueshëm këlqe për të dhënë një përgjigje të drejtë. E bëj për rehatin time, që të mos më duhet të mbaj mend gënjeshtra dhe të përfundoj duke i besuar vetë. Tema është e varfër, ndaj nuk shoh ndonjë interes ta zgjat më shumë publikisht. Ditë të mbarë. Megjithatë, duket se përplasja nuk kaloi pa një reagim plot ironi nga Luis Ailey, bashkëshorti i Kiarës. Ai publikoi në Instastory një bisedë të sajuar mes tij dhe Kiarës, ku me humor parashikonte rezultatin e ndeshjes Serbi-Shqipëri, duke përfshirë në mbishkrim një tekst që përngjante me fjalët e Dojnës. Mua kur më pyesin direkt jashtë kamerave, kam këlqe për t'u përgjigjur drejt. Sepse ndihem rehat, nuk merrem me sajesa që i besojnë vetë. Tema është e papare, ndaj nuk kam interes ta tjerë më shumë se kaq publikisht. Shkruante Luisi, duke i dhënë një nuancë satirike gjithë situatës. Ky postim u interpretua gjerësisht si një thumb ironik ndaj Dojna Memës, me shumë ndjekës që komentuan se Luisi dhe Kiara kanë zgjedhur të reagojnë me humor ndaj situatave të tilla. Ndërkohë, Dojna nuk ka dhënë më asnjë reagim pas ironisë së fundit të Luisit, duke lënë të kuptohet se nuk dëshiron ta zgjasë më tej çështjen. Debati mes dy moderatoreve, që dikur kanë pasur raporte të mira pune dhe respekti, kanë ndezur rrjetin dhe është kthyer në një nga temat më të përfolura të javës. A do të vijojë kjo ftoje, apo do të ketë një pajtim mes tyre? Mbetet për t'u parë në ditët në vijim, por një gjë është e sigurt, Luis dhe Kiara dinë si ta kthejnë çdo situatë në një moment viral.